Përshëndetje miq. Kur jemi të rinj, na duken sikur veprimet tona të përditshme nuk kanë ndikim tek e nesërmja, duke menduar se do të jetojmë përjetë. Kështu mendonte edhe personazhi i historisë son. Ajo që filloi si një rebelim i vogël, u kthye më pas në një sjellje që ishte shumë larg nga mënyra se si ishte rritur, saqë edhe ajo vet nuk po njihte më veten e saj. Sa do donte që të kthehej mbrapa e t'i bënte ndryshe gjërat që kishte bërë më parë, por kjo ishte e pamundur, derisa zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lirë nga prangat. Të shpallim lajmin e mirë nëpërmjet historive të vërteta, nga njerëz të vërtet. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizuar dhe prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në gjuhën shqipe nga Radio 7. Sot për transmetim në gjuhën shqipe programi numër 14 i serisë Të lirë nga prangat, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Ç'kemi Xhaxha Pol? Hej, Beki, akoma të vesh fustane gjyshja? Po, akoma. Ky është budallallëk. Çdo vajzë në moshën tënde vesh xhinse. Po, të gjithë fëmijët në shkollë ashtu vishen. Nuk është se xhinse të bëjnë keq. E di çfarë? Mbaj një palë xhinse këtu dhe mund t'i veshësh kur të vish tek shtëpia jon. Mirë. E vë me bast, sa jo nuk të lë të dëgjosh as muzikë. Apo e kam gabim? Jo, nuk më lë. Unë akoma e mbaj mend se si ishin gjërat kur isha i vogël. Nëna silli njësoj me të gjithë. Ndoshta kjo që arsyeja pse nëna jote u rebelua kaq shumë. S'ka filma, s'ka festa, s'ka karnavale, s'ka muzikë. Ajo është me kohën e vjetër. Ti mund të vish këtu dhe të dëgjosh atë muzikë që do. Mirë? Mirë, Xhaxha Pol. Mos i thuaj gjë gjyshes. Këtë do ta mbajmë si sekretin ton. Gjyshja më donte dhe kujdesej shumë për mua, por ishte shumë e ashpër. Edhe rrisja nën, edhe pse pjesëtarët e familjes sime më korrigjonin duke më thënë, ajo nuk është nëna jote, por gjyshja. Burri që thërrisja baba ishte në të vërtet bashkëshorti i gjyshes. Nuk e njihja shumë mirë nënën time. Ajo ishte larguar, ishte martuar dhe kishte 2 djem. Nëna dhe babai më dërgonin në kish, kur pranova Krishtin në moshën 7 vjeçe. Por në atë kohë nuk e kisha kuptuar se ç'kuptim kishte veprimi im. Në shkollë më tallnin sepse isha shumë e dobët dhe rrobat e mia ishin të vjetra dhe shumë të mëdha për mua. Ndaj të ndihesha e turpëruar duke qëndruar e izoluar. Por në shkollën e mesme takova miq që ishin si unë dhe patën një ndikim të madh në jetën time. Hej Beke, do vish me ne të luajmë bilardo? Po, unë kam mësim të mbasdite. Kujt i bëhet vën, lëre fare. Po, ashtu po bëj. Do të shohësh, do t'ja kalojmë shumë mirë dhe do të takojmë djem të bukur. Mirë. Rrim bashkë sonte dhe në shtëpi mund të kthehemi vonë. Po nëna më merr në telefon dhe më kontrollon. E mirë, i thuaj që nuk kam telefon. Meqense gjithmonë kisha qenë një vajzë e mirë dhe me nota të mira, nëna dhe babai kishin besim tek unë. Doja të bëja diçka për të pasur miq dhe për të qenë e pranuar. Kështu që çdo ditë që kalonte, gënjeshtra dhe mosbindja ishin gjëja më e lehtë. Largohesha nga shkolla, nuk respektoja mësuesit, pija duhan dhe thyja rregullat. Të gjitha këto u bën pjesë e jetës sime. Nuk doja ta shkatërroja jetën time dhe të futesha në telashe, por kjo ishte rruga ku isha futur. Beki, nëna do të fliste me ty para se të largohesh. E di baba, ne folëm. I premtova që nuk do pi alkool dhe as ilaçe. I thash të mos shqetësoj. Shpirt, ajo vërtet shqetësohet për ty? Baba, dua të gjej një punë pas shkolle, mirë? Po, sigurisht. Nëna më tha se ndoshta mund të më ndihmoj të blej një makinë që të shkoj vetë në punë. Nëse ja mendon se është mirë, unë jam dakord. Ti gjithmonë ke qenë një nxënës e mirë, Beki. Jam i sigurt se ti je edhe punëtore e mirë. A i ke parë monedat e lashta të gjyshes? Jo, pse? Ajo s'ka lënë vend pa i kërkuar. Kush e di se ku i ka lënë? Po ajo harron shumë, duhet vizitohet. Po iki unë dhe do kthejmë pak më vonë, baba. Po shkoj të kërkoj punë. I kisha marrë monedat e nënës që të shkoja në një fest, kur ajo më kishte thënë të mos shkoja.
duke shtuar kështu vjedhjen tek veset e mia të këqija. Doja të punoja, jo vetëm për parat, por doja të largohesha nga shtëpia. Prindrit më blenë një makinë dhe kisha një punë të re. Unë isha e vetmja ndër miqtë e mi që kisha makinë dhe para, dhe u bëra kështu shumë e njohur. Me miq qëndronin për një kohë të gjatë në bilardo duke pirë birra. Beki, çfarë po bën në këto orë të natës? Oh, ç'kemi tim? Po prisja motrën tënde. E kishim lënë të takoheshim që të shkonim te koncerti i rockut. Sidin e kanë dëshkuar. Nëna u mërzit me të për diçka. A do të pish diçka përpara se ta mbyllin? Jo, kam pi mjaftueshëm. Më mirë po shkoj në shtëpi. Është shumë vonë, Beki. Po të çoj unë më mirë. Kush e di se ç'ndodh rrugës. Ja, po thuaj se arritëm. Faleminderit që po më çon në shtëpi tim. Dgjoj. Mo duhet të shkoj në shtëpi sa të marr një xhaketë. Po freskohet shumë. E ke problem këtë apo jo? Jo, fare. Okej. Shkojmë nga dera mbrapa që të mos zgjojmë të tjerët. Sa rësishë që ka. Po shkoj të ndes dritën. Jo! Pusho, Beki. Ne nuk të bëjmë keq. Nuk i tregova kurrë, as prindërve dhe as kujt tjetër se më kishin përdhunuar. E fajsova veten që kisha ndenjur aq vonë atë natë dhe kisha shkuar në shtëpinë e tij. Kështu që pas kësaj nuk dola më me asnjë njeri për rreth 2 vjet. E megjithatë shkoja në profesa dhe jeta ime mori tat pjetën, ndërsa fillova të përdoria drogën, në fillim marijuana, e më pas çdo gjë që më zinte dora. E la shkollën një herë në vitin e 3 të shkollës së mesme dhe 2 herë në vitin e 4. Humba shumë vende pune sepse doja të bëja kudo atë që më pëlqente. Në atë kohë gjyshja po vuante nga një sëmundje, ndërkohë që unë vidhja madje dhe valiumin e saj. Beki, dhe unë pyesja vetem, pse nuk erdhën në shtëpi? Po ti paske unë ndjenjat, o zogu i vogël. Ufa. Eja, zgjohu tani. Më lëre atë. Lëre, shkoj vetë në shtëpi. Ti je në shtëpi më i vajzë. Eja, dil nga makina. Duhet të më kishe zënë gjumi. Dëgjoj këtu. Siguroj që gjyqja të mos shok kështu. Jam mirë, jam shumë mirë tani. Ti nuk je mirë, je deur. Dhe po kthehesh në plerë, ashtu si nëna jote. Po e bëre edhe një herë, do të nxjerr jashtë. Kuptove? Me çdo vendim apo veprim të tillë, po bëhesha një gënjeshtare dhe një hajdute më e madhe. Mora apartamentin tim kur isha 18 vjeçe, por isha shumë e papërgjegjshme. Dhe u pushova nga puna duke shkuar nga një punë në një tjetër. Përdorimi i drogës u rrit duke përfshirë acidin, alkoolin e rënd dhe kokainën kur kisha para. Meqense shpesh nuk kisha para, fillova të vidhja në dyqane dhe më në fund u arrestova. Babai më mori përsëri në shtëpi për një farë kohe, ndërkohë që sëmundja e nënës po përkeqësoi dhe ai kujdesej për të, ndërsa unë bridhja nëpër qytet, duke shkuar me çdo burr që ishte i pashëm. Ndonjëherë gjeja veten në vende ku nuk kisha iden se ku kisha përfunduar dhe me njerëz që nuk i njihja. Beki, këtu. Ku ishe fshehur më vajzë? U arrestova. Për çfarë? Harrova të paguaj disa gjëra të bukura në një qendër tregtare. Askush nuk më beson. Do të marrësh liri me kusht? Është krimi yt i parë apo jo? Po, por babai e mori vesh dhe më nxori nga shtëpia. A ke gjetur ndonjë vend ku të qëndrosh? Po, tani për tani po. Ej, kush është ai djali i bukur që po na shikon ashtu? Nuk e di, por mendoj se shumë shpejt do të marrësh vesh. Ja ku po vjen. Hej, 2 vajza të bukura të ulura në një tavolinë. Cila nga ju do t'jetë me fat të shkojë në shtëpi me Xhimin? Aman të keqen, në lëre hat. O ti kukull me sytë e bukur. Si e ke emrin? Beki. Beki? Mendoj se kam rënë në dashuri me ty, Beki. Si mund të isha kaq e verbër? Jetova me Xhimin edhe pse ai nuk ishte besnik. Nuk punonte dhe futej gjithmonë në telashe. Ai sillte vajza në shtëpi dhe më pas dilte me to duke më lënë vetëm. Kishte raste që zhduke me ditë ose me javë të tëra dhe unë isha shumë e pasigur që të përballohesha me të. Isha një rrëmujë vërtet. Një natë isha me disa miq, duke dhënë makinës me shumë shpejtësi e në gjendje të derur pësova një aksident. Makina u rrokullis 3 herë. Pjesa e sipërme ishte shtypur plotësisht dhe të 3 mund të kishin vdekur, por për fat të mirë vetëm unë pata një krah të thyer. Në këtë kohë
Gjyshja ime vdiq. Po ata nuk erdhën as të më thonin, Gjimi. Ej, zemër, e takove të dielën që shkoj. Po, unë duhet të kisha qenë aty kur ajo vdiq. Ata e din shumë mirë se ku jetoj, po pse nuk erdhën të më tregonin? Tani nuk mund të bësh asgjë për këtë, Beki. O, ju rrej për këtë. Ajo ishte vetmja që më donte, me të vërtetë dhe unë e kam trajtuar kaq keq, duke marrë edhe valumin e saj dhe gjithmonë duke e gënjur. Ishte vërtet e ashpër, po më donte shumë. Gjithmonë ishte aty për mua dhe unë. Ej, Ashpir. Merr frymë thellë dhe do të ndihmoj të ndihesh më mirë. Ajo më çonte gjithmonë në kish. E shkojmë në kish, Gjimi. Në asnjë mënyrë. Unë nuk besoj në Zot. Njerëzit që vdesin pa Perëndin shkojnë në ferr. Uf. Po nëna e donte Zotin. Ndaj ajo është në parajs. Më duhet të kthejmë në kish. Nëse do të shkosh, shko në kish. Unë nuk të ndaloj. Por unë gjithmonë vendosja drogën dhe burrat para Perëndis. Dhe kjo se vetëm dhimbje dhe lëndim. Mbeta shtatzan, por dështova kur isha 4 muajshe. Gjimi dhe unë u martuam 3 muaj më vonë, por ishim shumë të varfër. Babai na lejoi të jetonim me të që ta ndihmonim me shpenzimet, por as kjo nuk funksionoi. Të arrestuan përsëri? Vëbas për vjedhje. Jo, nuk vodha. Gjimi u ndalua se po ngiste makinën në gjendje të dheur dhe ata më akuzuan për bashkëpunim, sepse lejova të ngiste makinën ndërkohë që unë nuk isha e pirë. Ti gjithmonë fajson Gjimin. Ati ja vure fajin edhe për arrestimin e fundit. Por ishte faji i tij dhe radhën që shkoi. Ai vuri zjarrin makinës dhe më tha që të raportoja se ishte vjedhur. Ti ishe ajo që denoncove në polici diçka të paqen. Ai më urdhëroi, baba, ç'të bëja? Dhe unë vë bast që ai të urdhon edhe ta tratosh? Ai nuk është besnik ndaj meje. Pse duhet të qëndroj unë besnik atij? Të kemi rritur duke të mësuar të mirën. Nuk je asgjë tjetër veç një prostitut, Beki. Dhe unë nuk të dua në shtëpinë e gjyshes tënde. Mblidhi plaçkat dhe dil jashtë këtu. Babai dhe unë u grindëm për një faturë telefoni. Pasi u largova, nuk fola më kurrë me të. Kuptova që Perëndia më kishte mbrojtur kaq shumë gjatë atyre viteve. Më kishin qelluar disa herë, një herë ndërsa mundohesha të ndaloja 2 djem që po vidhin motorin tim. Por prap, nuk mund të përballesha me bashkëshortin tim, ndërsa moskokçarja e tij dhe tradhtia e mbytën dashurinë që kisha patur një herë një kohë për të. Ku mendon se po shkon? Po largohem, Gjim. Nuk të dua më. Jam e lodhur nga gënjeshtra dhe aventurat e tua me gra të tjera. Nëse qëndron, do të ndryshoj. Jo, ndryshoti një herë dhe unë do të kthehem. Po qëndrove do të ndryshoj. Oh, lëre fare. Më mirë të vras. Kam vrarë dikur një burrë, e di këtë apo jo? Qëllo, dhe më shpëton nga kjo jetë plot vuajtje. Beki, të lutem mos u largo. Duhet të largohem. Do të vras ty dhe pastaj do të vras edhe veten. E shumë mirë do. Apo përballeni sot me ndonjë problem që ju duket sikur nuk ka zgjidhje? Në vend që të lexoni një libër për të mësuar se si të rregulloni gjërat vet, ne ju ftojmë të merrni ndihmën e Perëndis, duke lexuar një libër që do të ndryshojë jetën tuaj. Ungjillin sipas Gjonit. Nëse dëshironi një kopje të tij, ju lutem na shkruani në Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiovistat.net. Përfitoni nga kjo mundësi dhe filloni ashtu si Rebeka Buchner, një jetë të re. Atë natë, Gjimi i qëlloi veten në dorë. Ne të dy ishim në liri me kusht dhe ai nuk duhet të mbante armë, ndaj dhe nuk më lejoi ta dërgoja në urgjent. Kjo dramë nuk e ndryshoi vendimin tim për ta lënë dhe martesa jon, 4 vjeçare, mori fund. Për 2 vite jetova me një burr tjetër dhe pata një fëmijë me të. Por edhe kjo marrëdhënie mori fund si të tjerat. Nuk kisha jetë të vërtetë. Nuk kisha miq të vërtetë, kisha vetëm vese të vërteta. Në vitin 1990, nëna ime biologjike, Sara, erdhi të më takoj. Ma merr mendja se e di që gjyshi vdiq. Nuk dija gjë deri në çastin kur e kishin çuar në funeralin përballë rrugës. Askush nuk erdhi të më thotë se ç'kishte ndodhur. Ata thanë se ti kishe 3 vjet që nuk i flisje, Beki. Kjo është e vërtetë. Ne patëm një grindje të madhe, ai më akuzoi se kisha vjedhur diçka të nënës. Po kjo nuk ishte e vërtetë.
Kjo nuk ka rëndësi tani. Për mua ka rëndësi, Sara. Shkove tek shtëpia ku është vendosur trupi? Jo, dhe nuk kam ndërmend të shkoj as në varrim. Beki, ai të rriti. Nëse nuk shko në varrim nesër, do ta kesh peng për të gjithë jetën tënde. U mendova mirë dhe shkova në funeralin e babait. Në atë kohë jetoja me një burr tjetër. Ne u ndam shumë herë sepse ai kishte frikë nga martesa. Ashtu si ish bashkëshorti im, ai nuk ishte besnik. Isha shumë e lodhur me jetën time. Isha shumë e lodhur me premtime boshe dhe nga droga. Doja të shkoja në kish, por ndjeja se nuk mund të shkoja përsa kohë jetoja me një burr jashtë martese. Qaja shumë, në punë, në shtëpi, derisa një nga kolegët që më kishin inkurajuar gjithmonë të shkoja në kish, e vuri re këtë gjë. Beki, po qanë sërisht? Çfarë ke? Më duhet të rregulloj gjërat me Perëndin, Leri. Të kam thënë të fillosh të shkosh në kish. Po, e di që ke të drejtë. Droga dhe festat nuk janë mënyrë jetese. Është një rrugë pafund që të çon në shkatrim. Po filloj ta shoh këtë, por nuk ndihem gati të shkoj në kish. Jam bërë lëmsh fare. Beki, Perëndia do të falë nëse ti ja kërkon. Ai po të pret. Më në fund i dash fund marrëdhënies sime imorale që kisha patur për 5 vjet. Shkova në kish një natë ku fola me pastorin. Më pas shkova në shtëpi dhe piva një cigare marijuan. 4 muaj kaluan dhe u vendosa të jap fund bareve, festave dhe burrave. Alo? Hey, Beki, çfarë po ndodh me ty vajz? Kam kohë që s'kam parë. I kam dhënë fund jetës së bareve. Pse? Më ka ardhur në majtë të hundës dhe kaq. Oh, mos. Të mora në telefon të ftoja dilnim bashkë sonte. Jo, e kam vendosur. Përpara se të ngelesh vetëm, eja me mua edhe një herë të fundit. Për çfarë? Do t'ja kaloj mirë. Eja. Gjej një kujdestare për fëmijët dhe dalim bashkë për hir të kohërave të vjetra. U dorëzova më në fund dhe shkova në një disko ku u takova me Sonin dhe të dy pim marijuana bashkë. Javën tjetër ai më mori në telefon çdo ditë. Një muaj më vonë filluam të jetojmë së bashku. Kemi patur një jetë goxha të mirë, Beki. Po, por mendoj se Perëndia është kujdesur për mua. Përndryshe do të kisha vdekur tani. Vërtet? E po, kam bërë shumë budallalliqe në këtë jetë, duke munduar të pranohem nga njerëzit, e munduar të kënaq njerëzit e gabuar. Edhe unë kam qenë fajtor i kësaj, dhe i shumë gjërave të tjera. Dua të shkoj në kirë, Soni. Edhe unë jam lodhur me jetën e festave. Vërtet e thua? Po vi në kish me ty. Një muaj më vonë u martuam. Shpresoja për një ndryshim në jetën tona, por nuk shija asgjë. Nuk shkoja në kish, nuk kisha miqësi me Perëndin, vetëm se përdoja më shumë drogë, dhe ai u fut në burg. Një muaj pasi ai u burgos, më shkoi një letër me 10 faqe, duke më thënë se kishte pranuar Krishtin. Këtë e diskutova me mikun tim të krishterë që kisha në punë. Më vjen mirë për shpëtimin e bashortit tënd, Beki. Si ndodhi? Ai më tha se një burr nga një kish kishte shkuar atje dhe i kishte dëshmuar në burg. Ai përmendi shumë vazhje nga Bibla tek romakët rreth mëkatit dhe shpëtimit në anë të hirit. Po, kjo është rruga e romakëve. Leri, më shqetëson vargu tek Hebrejt, kapitulli 6. Shiko, ka shkruar të gjithën për mua. Ai thot, sepse ata që janë ndriçuar një herë, e shijuan dhuntin qellore dhe u bën pjesëtar të frymës së shenjtë dhe shijuan fjalën e mirë të Perëndisë dhe mrekullitë e jetës së ardhme. Dhe po u rrëzuan, është e pamundur të sjellësh përsëri në pendim, sepse ata për vetët e tyre e kryqëzojnë përsëri birin e Perëndisë dhe e poshtërrojnë. Çfarë nuk po kupton? Leri, un kam dalë përpara kishës në një takim kur isha 7 vjeçe, edhe pse nuk e kuptoja. Un jam një mëkatare e madhe. A do të thotë kjo se unë kur nuk mund të kthehem te Perëndia? Mendoj se po bindesh thellë, Beki. Kjo do të thotë se Perëndia po të thret të vish tek Jezusi. Përgjigjja varet nga ti. Perëndia nuk refuzon askënd nëse është i sinqert. Fëmijë im më ftoi në kish, kështu që unë shkova për disa javë. Më 15 prill të vitit 1995, shkova në takimin e mbrëmjes
dhe e dija se ky takim ishte për mua. Tek Gjoni, kapitulli 3, Jezusi po flet me Nikodemin, që ishte një mësues i hebrejve. Ai kërkoi Jezusin sepse diçka mungonte në jetën e tij. Jezusi dëshiron të njohë ty, miku im, sepse diçka mungon në jetën tënde. Dhe ai është i vetmi që mund ta plotësojë këtë nevojë. Nikodemi foli me Jezusin rreth mrekullisë që ai kishte bërë, por Jezusi tha se duhej të rilinte. Ai tha vargun 6 dhe 7. Ajo çfarë është lindur nga mishi, është mish, por çfarë ka lindur nga fryma, është frym. Mrekullia që Nikodemi kërkonte, dhe ajo që ju nevojitet juve, është të lindni nga fryma e Perëndisë. Kështu do të merrni një natyrë tjetër. Gjërat e vjetra do të largohen, dhe të gjithë gjërat do të bëhen të reja. Jezusi i shpjegoi Nikodemit se duhej që dikush t'i jepte këtë jetë të re botës. Jezusi, biri i Perëndisë, tha: sepse Perëndia kaq shumë e deshi botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Shfaqja e kësaj jete të re demonstrohet në të njëjtën mënyrë siç tregoni Jezusi në dialogun e tij tek vargu 8. Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen, as ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Pas shpëtimit, fryma e Perëndisë vjen në jetën tënde dhe ai merr kontroll të plot. Ne duhet të ndjekim udhëheqjen e tij, ashtu si era i bindet urdhrave të Perëndisë. Apo fryn era në jetën tuaj? Nëse po, atëherë ju mund të vini tek Jezusi dhe të rrëfeni mëkatet tuaja, duke kërkuar atij t'ju falë. Kështu, ai do t'ju jap një jetë të re. Ndërsa i kërkova falje Perëndisë atë natë, qava pa pushim. Isha shumë e lumtur kur i thash mikut tim se isha e shpëtuar. Isha mashtruar për tërë ato vite, por Perëndia më bindi për nevojën e shpëtimit dhe konfirmoi se isha e shpëtuar me të vërtetë. Konsumimi i alkoolit dhe i drogës ndaloi menjëherë. Nuk kisha nevojë për një programim me 12 hapa, por të merrja një hap drejt Krishtit, si bindje nga Perëndia. Një javë më vonë muzika ime ndryshoi dhe brenda 2 muajve stili im i veshjes ndryshoi gjithashtu. Ke marrë një pamje tjetër, Beki? Po, Zoti ka ndryshuar shumë gjëra tek unë, madje edhe veshjen. Dua t'i bindem Perëndisë në çdo fushë, duke përfshirë edhe veshjen modeste. Më vjen mirë që dëshiron ta kënaqësh Perëndin. E di Leri, xhaxhai dhe gruaja e tij më thanë se duhet të vishja ato gjëra që më pëlqenin kur isha adoleshente. E gjithë kjo më çoi në rrugë rebelimi. Beki, Perëndia sheh zemrën. E di, por të tjerët shohin pamjen e jashtme dhe unë dua që ata të shohin tek unë një grua që e do Perëndin dhe vishet për ta kënaqur atë. Jam shumë i lumtur që u ktheve tek Perëndia. Jo Leri, nuk u ktheva. Unë isha një mëkatare që po shkonte drejt ferrit. E kam bërë një lutje kur isha 7 vjeç dhe nuk e di pse e thash atë fjalë kur nuk i kuptoja. Perëndia nuk hoqi kur dorë nga ty. Jo, asnjëherë. Ai ishte gjithmonë aty, duke vajtuar për mëkatin tim. Ai asnjëherë nuk më tha lam të mirë. Gjithmonë më deshi. E ruajti vendin tim dhe priti. E po tani je shpëtuar dhe kjo duket. Shumë njerëz janë shokuar që unë nuk marr më drogë. Për ta ishte e pamundur. Por me Krishtin mund të arrish gjithçka. Vajza ime ishte 6 vjeçe kur unë e pranova Zotin. Dhe ashtu si unë më parë, ajo dëgjonte muzikë bote gjithkohën. Tani, e ndikuar nga unë, dëgjon muzikë të krishterë. Shkova të takoj xhaxhain dhe gruan e tij, që më kishin çuar drejt rebelimit kur isha 13 vjeçe. Ata u shokuan kur pa ndryshimin tim. Gjithashtu, fillova të njeh më mirë nënën time të vërtetë dhe i fola asaj për Krishtin. Mos shko në ekstrem si gjyshja jote, Beki. Gjërat mund të kishin qenë ndryshe nëse ajo nuk do të kishte qenë kaq e ashpër. Por ajo kishte të drejtë, Sara. Ajo po mundoi të na mbronte, të mos merrni vendime tragjike. Fëmijët kanë nevojë për hapësirë. Ata kanë nevojë për miqësi me Krishtin. U rebelova kaq shumë, sepse nuk e njihja Zotin.
por kërkoja dashuri dhe pranim. Po në fund, ndjeva se askush nuk më donte. Mendoj se gjyshja të donte. E di që më donte, dhe shiko se si e trajtova unë. Më vjen shumë keq që u tregova kaq krenare që të rregulloja gjërat me babain. Më vjen shumë inat që nuk e mora foshnjën time që ai ta shihte. Më vjen inat që u tregova kaq egoiste. Më vjen shumë inat që asnjë prej tyre nuk më pa të jetoja një jetë të drejtë. Të paktën ndryshove. Zoti më ndihmoi të falë edhe ty, Sara, sepse jam ndjerë i braktisur. Ti i mbajte vëllërizit kurse mua jo, dhe kjo më bënte të vuaja. Më vjen shumë keq Beki. Isha e egër si ti, dhe nuk mund kujdesesha për ty. Më vjen mirë që nëna më çoi në kish kur isha e vogël, edhe pse nuk i kuptoja të gjitha dhe bëra shumë gjëra të gabuara. Gjithmonë e kam ditur se duhet të jetoja një jetë krejt ndryshe. Nëna do të ishte shumë e lumtur të shihte tani. Do të ishte vërtet krenare për ty. Por ishte Jezusi, ai që ndryshoi jetën time. Isha e pa shpresë, por ai e dinte se kisha nevojë për të. Ja pse vdiq ai, edhe për mua. Dhe Jezusi do të bëj të njëjtën gjë edhe për ty, Sara. Të lutem, Sara, jepja jetën tënde Jezusit. Jam shumë i njohëse që Perëndia e ruajti jetën time gjatë viteve të rebelimit. Për jetë jam i njohëse ati që vdiq për mua. Vetëm një gjë ka rëndësi në jetë. A njeh ti Jezusin si shpëtimtarin tënd? Unë harxova 16 vite të jetës sime duke lënë Zotin jashtë. Nëse nuk e njihni, ju do të kaloni përjetësi në ferr, por me të, ju do të keni përjetësi në qiell. Mos prisni. Jeta nuk është e sigurt për asnjë këtu në tokë. Jini të bindur ndaj thirrjes së Jezusit. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e tij që ta ndëshkojë botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Miqtë mi, shpëtimi fillon kur ktheheni nga rruga juaj e vjetër, që u çon në errësirë, dhe i kërkoni Perëndis t'ju shpëtojë. Ai do t'ju sjellë në dritën dhe në të vërtetën e tij. Nëse dëshironi një jetë të re në të, ju ftoj të lutesh së bashku me mua tani. Zoti i mirë, po të kërkoj të më shpëtosh tani. E di që jam mëkatar që ka nevojë për falje. Faleminderit që dërgove Jezusin dhe gjaku i tij më solli falje në kryq. Faleminderit Zot për dhuratën e jetës së re në të. E janë zemrën time dhe në jetën time dhe më ndihmo Zot ta jetoj atë për ty. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Besimi juaj tek Krishti ju ka bërë një fëmijë të Perëndisë. Nëse e keni bërë këtë lutje sot, ju lutem na shkruani në Radio 7, kutija postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Miqtë mi, ne jemi shumë të lumtur e ndihemi të privilegjuar që na keni lejuar të jemi pjesë e ditës suaj. E shpresojmë të tregoni edhe të tjerëve që të na dëgjojnë, që edhe ata të bekohen njësoj si ju. Ndoqët programi numër 14 në gjuhën shqipe. Historia e vërtetë e Rebecca Buchner. Të lirë nga prangat u prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll në Shqip nga Radio 7, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Letrat dhe emailet tuaja janë një inkurajim i jashtëzakonshëm për stafin ton, ndaj mos harroni të na shkruani.